Përshëndetje miq. Sot kam të ftuar në Blitz Interview deputetin e Aleancës për Armërinë e Kosovës, Daud Haradinaj. Me Daudin do të flasim për aktualitetin politik në Kosovë, me faktin që i bë më shumë se një muaj prej mbledhjes parë kuvendit që s'kemi ende kryetar të kuvendit dhe as konstituim të kuvendit të Kosovës. Takimin e presidentës si është të ardhmen politike në Kosovë, jo të Kosovës, po politike në Kosovë, në kuptimin e çfarë qeverie do të bëhet, a do të shkojmë zgjedhje, a do të ketë qeveri, ku është Aleanca për Armërinë e Kosovës sot dhe në të nesërmen, dhe për këto gjëra të cilat janë të aktualitetit tonë. Daud, faleminderit që je pjesë e Blitzit. Faleminderit asaj. Përnisim me ngjarjen e fundit, me takimin te presidentja. Çka ke prit nga ky takim dhe çka ka dalë sipas teje? Po e vërteta është që ma mirë që i ka ndodhur një takim i tillë, sido që tjetë më ul dert në një tavolinë, mendoj që edhe një fotografi e mirë ju ka dashur të Kosovës. Pavarësisht se juridikisht ose roli i presidentit në këtë rast është më shumë vetëm sa për me dhënë një fotografi opinionit publik, se nuk kemi prit që kjo mund të ketë një zgjidhje të shpejtë. Por megjithatë presidentja nga ky takim mundet me marrë një përfundim se ku qëndrojnë pozicionet politike të partive parlamentare. Dhe në rolin e presidentës është me qu rastin e gjykatë kushtetuese. Me thonë dhe kur mundet me shku kjo situatë në Parlamentin e Kosovës. Unë e përgëzoj presidentin, mendoj që ka qenë një veprim i drejtë dhe është në kuadër të rolit edhe të mandatit si presidente. Ndërsa është pak zhgënjyse, domethënë sjellja e liderit në këtë rast e partisë fituese kur thotë që s'di kuj po i gutet, vetëm media u duket. Domethënë unë mendoj që Kosova është ka humbur në mungesë të krijimit të institucioneve. Apo duket kjo sjellje si si ka thonë kur të bëhet ndaj që vjen dikush me prish ato. Apo duket kjo sjellje si me dasht kryeministi Kurti me prish takimin te presidenti i Kosovës, të cilën tek e fundit ai e ka nominuar. Ma shumë mendoj përderisa vetë zoti Kurti domethënë e kupton edhe e den pozicionin në çfarë situate është Parlamenti i Kosovës. Ai e din që mungesa e numrave për konstituimin e organeve të kuvendit është përgjegjësi direkte e partisë parë. Domethënë kjo është një rregull juridik kushtetues. Dhe çdo situatë Kurti po thotë që kuvendi se konstituon veç një parti, po të gjitha partitë në kuvend. Ne nuk jemi tu e mohu këtë fakt, edhe jemi ofruar shumë bilës kemi dalë edhe jashtë asaj që e kemi thonë fushat, që nuk do të jemi pjesë asnjë situate ku do të votohen njerëzit e propozuar nga VV-ja. Pra ne kemi bën një kompromis, kemi bën një ofertë dhe kemi thonë që ta propozojnë një njeri unifikues i cili do të jetë kryeparlamentar i arshëm. Do të thotë ne kemi dalë edhe prej vetvetes. Por siç duket në mungesë të numrave për ekzekutivin e arshëm, po zhagitet ose po vonohet edhe konstituimi i kuvendit Kosovës. Unë mendoj që zoti Kurti e din shumë mirë që nuk i ka numrat as për qeveri dhe nuk i ka numrat as për Parlamentin e Kosovës ose për organet udhëheqëse të Parlamentit Kosovës. Shumë ma fisnike do të ishte, sikur zoti Kurti sot mas këtij takimi me dalë me një propozim të ri ose një kandidat të ri për kryetar të parlamentit, edhe ne mrena 24 orëve kemi mujtë me një seancë të jashtëzakonshme me thirrje dhe me zgjedh organet udhëheqëse të kuvendit. Pse s'po del Daud? S'po del sepse s'po do me lënë në lloç Albulena Haxhiun apo për çfarë arsyesh? Vjen shumë keq se unë kam respekt personal për Albulenën. Po flasim për të personalisht, po si kandidaturë për kryetare të kuvendit. S'muj me ka përçy respektin që e kam edhe për ta dhe për familjen e Ahmet Axhevut, se kushdo që i njeh në histori, jo njerëz që ne i çmojmë, familjarisht i çmoj. Por unë mendoj që Albulena në këtë rast është viktime politike zotit Kurti, sepse unë mendoj që vetë fakti që kanë insistuar dhe po insistojnë në një emrin i cili tash 16 seanca nuk ka lënë, unë mendoj që shumë a shumë po dëmtohet vetë figura dhe emri i Albulenës. Pra në rast se zonja Axhev e kupton mirë, domethënë, ajo është tu e përdor vetëm si trambolin deri në një pozicion të rinj të ardhmen. Sepse unë nuk po shoh që do të ketë vota për këtë kandidate. Po Albini po e përdor si pengesë, Albulenën si pengesë sepse si ka numrat për qeverie. Ke fjalën për këtë? Absolut. Edhe fakti qysh është nominua ditë në seancën e parë me 15 prill, domethënë është pa që kjo ka qenë vetëm sa me përmbush atë normën ligjore të nisjes së një procesi në kuvend.
Më thonë firmas betimit është propozu zonja Axheu, pa një konsolidim, pa një dakordim për partit parlamentare dhe t'jem i sinqert tonë personalisht minimum unë këmë votu 6 herë për kryetar parlamentin këtë objekt, por në të kaluarën ka pas një konsul, ka pas një harmoni, një dakordim, pavarësisht a këmë qenë në opozit apo në pozit, kësaj radhe dhe me thonë emri Albulena Axheu është kuptu vetëm nga goja e ish-kryetarit Kuvenit, zotë Glau Konjusa në foltore. Dhe me thonë asë minimumin e përpjekjeve për konsultim nuk e ka bo partia e madhe në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje. Dhe kjo është një farforme, dhe me thonë të i pa dhe sjelljet e zotit Kurtin kalumen, gjuhën e ti fyse për partit opozitare, dhejte e termet e ronë ofenduz, dhe me thonë, që i ka qujtë edhe hajvanat. Kjo, dhe me thonë, na pa mundësoj edhe na barikadojnë pozicionet çfarë i kemi sot. Dhe ne kemi ofertu pikrisht me i dhonë zgjidhje kësaj situate. Dhe me thonë jemi këndgatshëm i dho votat pa asnjë kompromis, asnjë kërkesë, vetëm t'jenë emnat pranueshëm për Kuvenin e Kosovës, siç ishte zonja Bogujevci dhe zonja Selimi. Të cilën gjë, a ka me gjas e kishte konfirmuar edhe në takimin me presidentin, pra që QeveRia duhet të ndrojë kandidatin për president dhe zhbllokohet. Unë nëse ishin edhe lider tjerë, edhe aleanca, jemi shumë të qartë që nuk duhet jemi pengese konstruimit organeve të Kuvenit, edhe vjen mirë si se cili për liderve në parlament, dhe me thonë është i gatshëm me dhonë maksimumin që me dalë për i kësaj situate. Po flasim gjithmonë për parlamentin e Kosovës. Ndërsa të ekzekutivi, atër është në përgjithësinë e kandidatit fitus në këtë zgjedhjeve, ai 15 ditë juridik që i takon ati, dhe në rrasë që nuk i ka numrat në aty në 15 ditë, i merë i mandatumi dytë. Por nuk kemi institucione të Kuvenit për shkak se zoti Kurti nuk i ka numrat as për qeveri, as për parlament. Dhe nuk i ka vullnetin. Ati po i komenon kjo zhagitje, po i shkon për shtati, dhe ati po i duket që, do me thonë, Kosova kur gjës është të humë, ma shumë njën të humë media që po duhet mi përcjell 16 seanca, se sa që Kosova nuk i ka institucionet e veta. Daut, nëse shikojmë nga larg kështu, veç këtë pjesën e ndamas, këtë pjesën e ftesës nga presidentja, e cila në një farë forme erdhë mas një rekomandimi nga opozita. Fiks. Rekomandimi direkt të PDK-s, por edhe të anëtarëve tjerë të opozitës, se ka përmendur kërja dhe LDK ka lënë nënkuptohet që mund të organizojë dikush. Por me një hezitim të partisë fituese, të vetëvendosur, me deklarata shumë të ashpra të zyrtarëve të ish partisë së zonës Osmani, edhe të Faton Peci dhe Donika Gërvallës, Shvarc. Pra, apo shkon, si me thonë, roli i presidentja, apo shkon duke afru roli i presidentës dhe presidentja me opozitën dhe duke u largu me pushtetin, me vetëvendosjen. Apo duke që është ti u boni afërsi? Afërsit politike, jo personale. E kuptoj. Të interesave politike. Edhe ma herët, më thonë se ishini sjelljet e partisë në pushtet dhe qëndrimet e presidentës, jenë konë shumë atakuse. Në vitin e fundit po? Sidomos javët e fundit. Për shkak ishte rasti i taksës për produktet amerikane, ose taksën për Amerikë, kur presidentja e boni atë rekomandimin për lirimin e taksave zero për SBA-t, që në këtë rast tash i kemi vetëm 10%, dhe ishte një konflikt bukur shumë i madh në publik. Pastaj gjua e fundit, për shkak ministrit, ish ministri në këtë rast, që tha që pse nuk jemi ftu. Duket, domethënë, që ka një largim mes partisë në pushtet deri sot dhe presidentës, por kjo prapë unë mendoj që presidentja ka bën një zgjidhje të mirë në rastin e fundit, sepse është në domenin e saj me e quajtur rastin e gjykatës kushtetuese. Dhe në rast se ajo e ka vullnetin, edhe besoj që do ta ketë vullnetin, mundë me e quajtur rastin e gjykatës kushtetuese dhe me e kërku epilogun se si do të përmbyllet ky far seriali latin. Domethënë se me tonë drejtën si deputet, asnjë deputet, përfshi edhe shumicës, nuk njihen mirë kur hinë këtë objekt pa një marrëveshje politike, se pe dim që veç jemi bo target i sulmeve, i kritikave, jemi bo show. Edhe unë personalisht për shkak nuk kam vullnet më edhe me marr pjesë seancë. Dera në sa s'ka një marrëveshje, edhe nuk e di pse partitë opozitare po shkojnë tashmë në mbledhje në seanca. Do të ishte më udhës që në rast se nuk ka një marrëveshje, nuk kemi çka me lyp në seanca, por derisa nuk ka marrëveshje, ne e dim që nuk ka zgjedhje të organeve udhëheqëse të Kuvenit. Edhe më shumë jemi
të dëmtu vetën këtë rast se sa jemi të një mu diçka. Nuk jemi pengesë, jemi të gatshëm një mu shumicën e dalur nga zgjedhjet, është vërtet se edhe duhet mja respektu sovranit besimit. I ka marrë 48 mandate, jemi të përkrahur në çdo formë. Por siç duket edhe kjo nuk po mirë kuptohet mirë edhe nga vetë kryetari i VV-s zoti Kurti, sepse unë nuk e shoh në kiamet madh në rast se do të ishin rru emrat për kryetarët e Kuvendit. Zonja Vjosa Osmani vetëm duhet me e përgëzu sot për veprimin që e ka bo dhe shpresoj që e përcjell edhe me veprime tjera. Se du me dalë të një pyetje për presidentin. E di që e ka do më pyet, ajo në përla, ajo në përqa, Ja, ajo në largas. Po edhe aty, okej, thumë ajo po shihet se thumë çka din e që se dim ne. Fundi i mandatit presidentit është do me thonë tash një vjet, prillin e vitit tashëm. Dhe gjithkush e din që zgjedhja e kryetarës Kuvendit në këto rrethana çfarë jemi, mas përfundimit mandatit presidentës do të jetë ushtrues detyri presidentit për një kohë pa caktuar. Kryetari i Kuvendit, po. Dhe tu i pash këtë matematik çfarë ka Parlamenti i Kosovës, vështirë më bën me besu që një njeri ose një kandidat serioz mund të merr 81 deputet në Parlamentin e Kosovës për mos zgjedh presidenti i jashtëm. Pra unë shoh zgjedhje në pranverën e jashtëm. Sepse mundësia ose matematika çfarë i kemi sot në parlament, mundësi reale për me zgjedh presidentin janë shumë pamundshme. Sa do të me dalë te kjo, po me dalë hap pas hapi, si më thon. Tash ka një gjuhë zbutur mes presidentës dhe opozitës. Edhe gjuha jote është ekstrem me respekt dhe ekstrem me zbutur politikisht. Që nuk po e konstatoj si të keqë këtë punë. Por si më thon, kjo farë afërsie qoftë në gjuhë, a është t'ju shty më shumë nga presidentja apo nga partitë opozitare? Këtë është AK-ja, për shembull. Apo afrohet më shumë presidentja drejt jush, a ju drejt presidentës? Unë më shumë po menoj që po gjindemi në një mes. Në mes, po. Po takohni në një mes ty. Se nuk kemi nëj parafrim, qysh me thonë, as konceptual, as nëj pretendim politik për tarmen. Ma shumë të rëthona çfarë jemi. Po ju bashkan Albini, edhe roli presidentës, edhe roli partive opozitare në këtë rast. Unë mendoj që është pikrisht kjo që është ka ndodhë. Biles, unë mendoj që partitë opozitare, 3 liderët kanë bo mirë që e kanë pranu ftesën edhe ju kanë përgjigj ftesës, edhe kanë bo mirë, nuk e di tash ti detalet se çka ka ndodhë mbrana takimit, por është shumë më mirë që ato bisedat cilat ne po i shohim për çdo ditë në televizione, në konferenca për shtypje, nëpër Facebook, rrjetet sociale, është shumë më mirë këto qëndrimet jenë ballë për ballë edhe vetë zotit Kurti. Dhe zotit Kurti ta kupton që situata në Kosovë është emergjente. Krijimi i institucioneve kërkon po thotë jo veç po Kurti ka pas kish pas tonë presidentja. Unë e di që aty po i ngutët. Sa të di që aty është duke i ngutë. Nuk po duket në opinion publik, përderisa tash ngutët po s'po ka qysh. S'po din qysh. Qysh do qoftë? Nuk mendoj që ka pas kusht më të lehtë për një partije parlamentare, se sa kushti që ju ka vendosur për aleancës. Po kryetarët Kuvendit ta? Bile unë e kisha qujtë ofertë. Edhe ne bukur shumë u dashmi ka përcy vetveten për me i propozu 2 emra. Tash po duken të lehtë, por unë i pash edhe reagimit e 2 zonjave që tanë ne nuk jemi të gatshëm me ku e di unë kush i ka pyet ata, kush i pyet ata. Ne nuk i kemi bo thirrje aty në 2 le dalin kandidate. Ne i kemi bo thirrje kryetarit vetë vendosjes, me i propozu ato 2 për me marrë besimin e votave parlamentare të AK-s, të cilat janë mjaftueshme për me zgjedh kryetarin e Kuvendit dhe nën kryetarët dhe komisionin. Do të thënë s'ka votë për presidentin dhe që kjo është e fundit për presidentin dhe për presidente. Këtë çka u silla në për këto pyetje të rreth presidentit ndoshta e mritë një pikë. Apo luhet loja nga presidentja dhe ndoshta është çel dera edhe nga opozita që në një farë forme potencialisht dhe hipotetikisht opozita ta votoj Vjosa Osmanin për mandat 2 të presidentës dhe kështu ta qet ata që VV po tutet një sfidë e madhe ndaj VV-s. Pra apo shka një qanej dyqysh? Apo e qënë najkush qanej, qof presidenti atë qof dikush tjetër? Edhe vetë ardhja e partisë në pushtet vetëvendosjes lidhet drejt për drejti me emrin e zonjës Vjosa Osmani, me fuqinë politike të asaj kohë që e kishte, dhe unë e kuptoj fare mirë që tashti pozicioni ri politik, është kjo që është. Kosova për shkak nuk po më e zgjedh kryetarin e Kuvendit, Kosova s'po më e zgjedh qeverinë e Kosovës,
Kosova do ta ketë shumë problem zgjedhjen e presidentit. A më gjithë ka pas problem, po kur s'ka shku në zgjedhje për president? Gjithmonë ka pas momente kritike, por gjithmonë janë gjetë forma. Por situata çfarë është sot, nuk besoj që ka qenë kalume në janë parlamentin e Jo, Kosovës. kështu s'ka qenë, e vërtet. Ka qenë një situatë kritike kur është bo ai koalicioni famshëm LDK vetëvendosja AK, por me gjithë ato dhe me thonë ajo ka vanu dera një savar vendimi gjykatës kushtetuese që e ka shkarku në atë kohë krye parlamentarin Isa Mustafa dhe i ka dhënë të drejt partisë së dalur nga zgjedhjet partisë fituese, kuptohet. Por kjo situatë nuk po shihet përfundimi, nuk po ka qysh me thonë, as vetëvendosja, as vetë një deputet i Parlamentit Kosovës nuk e den si do të dilet nga kjo situatë. Unë e di që janë të mundu me kontrabandu deputet për i partive tjera. A është ka këshirë kush me kontrabandu naj deputet nga AK? Jemi shumë të konsolidum, nuk besoj që i kemi kësi, ndoshta edhe nuk janë aparti me numër shumë të madhë, edhe qëndrimet tona janë konë shumë qarta në kalume, nuk shonaj kësi problemi, por shumë zhurëm, mrana salës, shumë tendenca për me... Ku po peshkojnë? Ku po peshkojnë, dy partit politike opozitare tentojnë me marrë nëjë deputet që me kriju një majorancë thjesht për me kalu... Sa jënë ty tentu mi marrë daut, se ti e din? Folet në për kuvend, me thonë folet për një o dë, po nuk kom shumë detale. Folet, një ose dy. Të një partije apo të dy partive? Në të dyja partit, keni pas edhe... Dy apo tre? Për dy është fol, po gjithmonë do me thonë keni pa edhe në publik që ka pas kena pa diskutime edhe të hapura që kanë tentu edhe drejt për drejti me kontaktu, që unë nuk e di qysh është situata në për partit tjera, ata do të plasin se cili lider flet për grupin e vetë parlamentar. Keni fjallin për të LDK-s? Për LDK-n edhe PDK-n, po unë shpresoj shumë edhe tu i njoftë edhe PDK-n edhe LDK-n, nuk besoj që kanë me pas nëjë problem këtë drejtem. A ka qenë imaginueshme Daut, që një parti si vetëvendosja, e cila ka qenë kritike jo veç kështu tentativa për me bo koalicione me deputet caktuar, po ka qenë kritike ndaj mënyrës se mbo koalicionet për, se mi ka qytë pazare, se mbo koalicione për postën të kalumen, do ta bie vetë në një pozitë tillë që të shkoj tash o dhe mod atje ta njek një deputet një stag, një atje, një këtu, të lut, të bo rigjet zotit që i thojnë, me bo pushtet, apo do këtë kështu është vlerësimi 42% të votës kjo. Tash... Se nështë unë po flasë ma shumë se ti në këtë rast, po mu ka pak po mduket një pozicion, një dinitës për një parti që i ka 42% vota shtetarëve. Vjen keq me e thonë, por nëse i sheni, po thuj se 99% kritika që i ka pas Zoti Kurtin të kalumen, për ish partit që kanë qeveris në atë kohë, dhe me thonë, kjo është edhe një katro ma poshtë në sjelljet e tij. Do me thonë, nëse ti shkon çdo deputeti jo serb këtë rast që e ki në tavolinë takime dhe i ofron ministri, i ofron ashtu, kjo i vjen që ti edhe je ka i nënshtrohesh këtyre pakicave jo serbe. Së cila minoritet ka një ministri e ka lypë? Unë jam çudit se që aty rrim bifena, edhe për fat keq unë jam do nxji edhe vjen shumë me i pa devizet, por është pa logjikshme, do me thonë, si ka mrri situata e Zotit Kurti, mi unë nështru kaq shumë. Edhe tash, për shembull, të mi refuzu gjitha ofertat që po i bohen, qoftë edhe pe aleancës, se dikuj ndoshta nuk i duket subjekt shumë i madh parlamentar, po 6 deputet jo numër që e ka përcen këtë krizë, po flasim për krye parlamentar, dhe më shku mi unë nështru një komuniteti jo serb. Për qeveri Daut? Për qeveri ne i kemi pozicionet... Dhe më thonë, a është halo qashtu largë për qeveri, halo në gjuhën e Ramushit këtë rast që është ka qenë ekstremi i ashpër në raport me vendvendosjen e qeverisë në potencialin me vëllë. Jemi në 2 brigjet largëta me Zotin Kurti. Qysh me abo se të i keni qitë brigjet largë, LDK djera 2 brigjet largë, PDK s'po me të kush me kënë me punu në Kosovë. Jo, na jemi shumë të hapun për shembull, jemi konsumu 15 ditëshin e vetë, edhe në bazë të obligimeve kushtetuese, mandatari parit akon ati që i ka fitu zgjedhjet, ose që u dali parit, dhe mas 2 javë në rast se nuk e bën shumica, i kalon mandatari dytit. Jo, që kujt do që i ka e bind prezidentin? I bjen një dytin kuptimin ai që i ka 6 Mune do juve, nëse ju shkoni i thoi, na i kena vote deputet. Unë menoj që matematikisht nëse sheni gjendjen çfarë është sot, në bazë votimit të kandidatit për parlamentar, opozitës i bjen që i ka 65-66 vota.
Do me thonë që i ka një shumicë pa listën sërbska, gjithmonë jemi të folë. Por nëse i hekim 2 ose 3 cilët janë të kontestuar, që besoj që nuk do t'jenë nga që me votu një qeveri të opozitës, atër një qeveri me 62 deputet, 63, është realisht e mëshme. Por unë mendoj që edhe opozita nuk e ka... Si dalë në opozita. As opozita nuk e ka numrat, as nuk kanë marrëveshje, dhe unë nuk po shoh... Dy brizet largë. Unë e thash jena shumë largë, por unë mendoj prapë se prapë, nëse veç shkohet kështu, ma mirë do të ishte me shku në zjedhe jashtëzakonshme. Pas po tut një? Po tut me përdora... Se tonë po thënë që këja po tutet me shku në zjedhe. Se tutet nga pragu. Ti tha po shkojmë zjedhe, po të pës, po ta bite as po tut një. Jo, s'po tutet. Pse? Ne kemi shumë arsye për mos mu tut, por kemi edhe një arsye që këtu nuk bëhet fjalë për aleancë, po bëhet fjalë për me do zgjidhje situatës. Nuk kanë nevojë me na bajt gajlën ata që s'na kanë votu. Mendoj që jemi mjaftueshëm të konsolidum, edhe mendoj që jemi të bëjmë një punë të jashtëzakonshme të përgatit për zgjedhjet e lokale. Nëse nuk kemi një zgjidhje të shpejt, zgjidhja më e mirë do të ishte zgjedhjet. Dhe jam shumë hidhtar me shku në zgjedhje, jo për egot e mia. Por unë mendoj që zgjedhjet e ardhshëm, kur do që të marrin, kanë me i thy edhe shto barierat e egra mes... Ka munal gjua, ma? Ka munal për klasë e maja, po? Biles, unë jëmë konë shumë i kujdeshëm. Personalisht, hek kritika ndoshta për qeverisjen e mbrëmshme, për situata çfarë kemi pas. Ato zot një ndalë që dhejnë. Po, roli opozitorit qaj është. Unë ato kritika do t'i kam edhe do të vazhdojnë me qenë, për se cilin që do t'jetë kryeministër, kushdo që më jenë në parlament, unë kum kritiku... Gjuhë Ramushit ka qenë rënd. Shumë saktë ka qenë, unë vazhdoj me menu që aji Aroni ka ngrej alarmin me kohë. Aja ka ngrej alarmin që qëri lidhje të shkorta në mes energjisë, mafisë energjetike, lidhjeve, shtrajtimit rrymes, inflacionit, mere që ka ndodhë në Kosovë. Edhe normal unë besoj që edhe vetë përgjithësit që i ka majtë, ka pas lidhje edhe jashtë Ballkanit, me lider ndryshme, me figura ndryshme, se ka pas edhe informacion. Por, po thome edhe tjetërën që njerëzit duhet me kuptu në Kosovë, duhet me shku me votu me gjak thotësi, jo në emën të ati kush e bërë Shqiponjen. Sepse poplë janë... Të ke funi Shqiponjen e bojmë tonë? Gjithë e bojnë, edhe ata që janë shqiptarë. Se nuk është funi botës, as nuk është më e mira në botë, po Shqiponja gjithsesi është, po ai njeri që e bën. Po unë menoj që duhet njerëzit me menu pak ma konkret. Nëse një qeveri ka qeverisë 4 vjetë e gjysë, dhe sot nuk mundet me i dalë për 30 ditë fushat me një projekt përfundum, unë nuk e di çfarë i lydi duhet me majtë na për një qeverisë të tashëm 4 vjeçare. E i shohim Shqipni, njës po dalë ma largë, me thonë, çdo mëngjes kryeministri promovon projekte të realizum. Dërsa ne këtu kemi me një urë Sara Doranit ako e dione. Edhe po e sheni që po ndodhë, edhe me çmimet, edhe me standardin e jetës, edhe me migrimin. Do me thonë, nëse është të vërtet i pash në për media, biles bashkë me djumin e ju, më bletë që pash 100.000 njerëz mrana kësaj periudhe. Diçka ka ndodhur aty. Janë më pak konsum Kosovë. Diçka ka ndodhur aty. Nuk e di është të sakta, sosh po. Është një shifër alarmante. Daud, pse s'po bëhet koalicioni, pse s'po e bën lëvizja vetëvendosje me nismën, pse s'po e bën Fatmin Lima në kryetar të kuvendit? Sipas teje. Se besoj që tonë kena pritë që kandidaturë ha me qenë Fatmin Limaj. Atë ditë, kur na thënë Albulena, e kena dëgju si opcion, por kemi mendu që është me nismën. Po bona i sinqert, edhe unë e kum pa qëndrimin e Limës në televizion, nuk kum pas asnjë informacion se çfarë ka ndodhur, nuk di pse nuk po e bojnë. E di që a ditë në seancë, do të thonë gjithë kanë pritë që kandidatura për kryeparlamentar do të jetë për zotin Lima. Derani sa zoti Glauko Njuca me atë farqetësinë e vet, kandidati tha për kryetar, nuk tha as kandidatja, tha për kryetar do të jetë zonja Albulena Axheu. Edhe për neve ishte pak një shok, dhe për këtë arsye ndoshta jemi edhe në këtë situatë, sepse asnjë subjekt politik opozitar në parlament nuk e kishte pas as minimumin e informacionit çfarë ka ndodhur. Dhe të gjithë domethënë jemi met na pak si wow, çu bo kjo punë. Sepse me gjas s'kishte qenë duke ndodhur asgjë. Se na menduam se kjo punë veç ka përfunduar. Siç duket ata i kanë problemet e veta, Lima dhe Kurdi, unë nuk i jap vetë drejt mu përgjigj për atë pjesë. Ta shohim si do të zhvillohet, por
Si pas logjikës tonë, Daud, a e ka vetëvendosja të lehtë me bë Fatmir Lima në kryetar të kuvendit? Që duket se është kërkesë e pa absolute e zotit Limaj. Forma qysh subjektet politike dhe liderët e kanë humbur mas pari besimin në zotin Kurti, është shumë problematike. Po edhe Kurti s'është që beson tjerëve. Pastaj zoti Kurti siç duket nuk i beson as vetë lemo tjerëve. Dhe këtu është humbje ndërsjellë e besimit. Kur si beson kërkujt. Këtu mendoj problemi edhe të zgjedhja kryeparlamentarit për shkak të zotit Lima, por aty mbetet në domenin e tyre se si do ta interpretojnë. Duket që nuk e kanë të mbyllur një marrëveshje konkrete. Domethënë në bazë të votimeve që bëhen në kuvend. Por edhe në rast që i ka këto 3 numra, nuk i mjaftojnë për kryetarin e parlamentit, sepse bëhet fjalë që i mungojnë edhe 2 ose 3. Daud, e keni marrë Adem Hoxhiqin, tash shpethojmë Adem Hoxha, sa u konë me listën serbe, këna qujtë Adem Hoxhiq, e keni kritiku, keni thonë lista serbe ka ndihmu Vjosa Osmani mu zgjedh presidente, e morë në grup parlamentar, cili është arsyetimi në këtë ditë, në një veprim i cili nuk është shumë i arsyetueshëm sipas vendimit tim. E di që nuk është i arsyetueshëm, nuk jam të mundu me i arsyetu, por në rast se dikush mendon që ju kemi nënshtruar na atij, atë mendoj që e kanë gabim. Mas mirë e din institucionet tona historikun e tij. Ai ka bërë mirë që nuk është pjesa aty në që ka qenë deri tash. Shpresoj që tjetër ndarmen kështu qysh jemi sot. Unë nina shumë krenar me grupin që e kemi dhe nuk më frikson mua asnjë element i kësaj teme. Ndërsa nëse dikush se unë pisho kritikat në opinion publik, një ditë më herët, i njëjti, Ndash Hoxha, Ndash Hoxhiq, ka qenë zyrën e kryeministit, këtë objekt. Jena my të kritikuar fakt. Dhe jo që ka qenë, por ju është ofruar edhe pozitat larta në ekzekutiv. Sakt. Domethënë, krejt këta moralistat që mendojnë që na ko kemi shku të ai, jo, ai ka ardhur na. Jo, pyetja pse e mort ju? Sepse e keni cilësuar si pion të listës serbe. Nuk besoj që na jara kum cilësuar. Jo, nuk partitë e kanë cilësuar. Veprimin e tij, faktin që ka qenë në listë në grup parlamentar të listës serbe. Ka qenë votues i rregullt në kërkesat e Kosovës në të kalumen, në ato që ne i kemi menuar të rëndësishme, jo veç ajo është edhe një tjetër, edhe një serb tjetër, që është prap deputet. Ka qenë po ashtu Slobodan Petrović. Ishtë një deputet, edhe ai bilis, nëse s'gaboja e ka pas ndalum edhe ka të ndalum me shku në Serbi, së sulmu edhe fizikisht, nuk po du me i bo këta Skënderbeun, as herojt e kombit. S'ka nevojë ta me qenë Skënderbeun. Por unë po thamë që Kosova edhe shqiptar nuk duhet mu friksu për i tyne. Për deri sa... Shumicin për mu friksu, po... Unë i këmë thonë ati mirë se erdhën shtab tu që kësë. Kështu që s'kom shka foli ma shumë. Me që se Daud këtë Adem Hoxhën, Hoxhiqin e ka qujtë edhe me e djatë po pari, domethënë kur mbyll kjo komuna paralele serbe ka qenë aty pra. Dhe lista serbe lidhet me Radojqiqin me Vučićin, lista serbe me Vučićin, pra keni shti, i ke thonë hajde në shtabin e UÇK-s. Pa i ke thonë hajde në shtabin UÇK-s edhe Vučićin këtë rast. A ka shti edhe Vučićin shtab të UÇK-s. Mirë se vjen edhe ai se mos më ardh, po unë jam të fol për unë e kom thonë edhe në kalumen edhe për sëres, unë nuk e bëj dallimin serbi mirë dhe serbi keq. Mendoj që na duhet me obos zgjidhjen gjithë serbëve në Kosovë, edhe kem përgjegjësi si majorancë, si shumicë. Ky nuk është serb, realisht. Ademi. Tash përderisa ka bashkëpunuar me ta, për mua mbetet ashtu si ka qenë. Por një njeri që ka ardhur në grup parlamentar, një njeri që ka pranuar me votu edhe qeverinë Haradinaj në atë kohë kur është marru ushtëria, mendoj që i ka dhënë argumente ndryshme jashtë asaj që u fol, dhe një njeri që ka nejt i përgjegjshëm në procedurat votimit në secilën prej atyre temave serioze që ju kërku në Kosovë. Ka dhe shumë të gjona cilat suni plas në publik, institucionet e sigurisë mu i ftojnë ato, të inteligjencës sidomos, edhe jo vetëm për këta, po edhe për të tjerë, por ju thomë njësan që nuk ju kemi nënshtru kujt. As që ku më ofru post ministror, as që ku më ofru shef grupit parlamentar, për post që i ku më ofru me ju bashku grupit që më bo një numër i mjaftueshëm më qujtë grup parlamentar. Dhe e falenderoj shumë që ju ka bashku grupit. Qa bëhet me tjetër? Është femen Duda Balje është... Na kemi pas diskutime, sepse dihet që një pjesë e minoriteteve jo serbe
në këtë rast janë pa grop dhe kur je pa grop është e drejta e fjalës, është e drejta e komisioneve, janë disa përgjegjësi të cilat në kuvend nuk mundesh me i marrë përderisa ti nuk je në grup parlamentar. Dhe ne kemi menduar që është mirë se ardhen në rast se do të bashkohet grupit parlamentar. Sido që tjetë ajo nuk është e përfundume, nuk kemi pas një dakordim, vazhdojmë një bashkëpunim të mirë, jo vetëm me Donin Dudarbali, edhe me Veton Berishën, edhe me tjerë. Kemi raporte korrekte pothuajse me shumicën prej tyne, por që i dim ato drejtat të rezervuar që i kanë me kushtetut, edhe në ekzekutiv, edhe në parlament, ne nuk do t'ja mohojmë, e dim që ju kanë bërë pjesë e ofertës hershme, domethënë për qeverinë e ardhshme, por këta t'jeni të sigurt që në momentin që zoti Kurti nuk i garanton gjartën, jo këta i bashkohen opozitës. Dhe Daud, pse opozita s'po bashkohet? Se këta i bashkohen opozitës, po opozita s'po bashkohet. Ndoshta kjo është pyetja më e mirë, por e adresuar aty ku s'duhet. Jo, pe di. Unë personalisht jam deputet, jam i gatshëm e dhon votën në secilin kombinim që opozita do ta bën ofertën e ardhshme. As kemi kushte, as kemi kërkesa, as nuk dojmë pushtet, jemi të interesuar mi përkrah. Shpresoj sido që tjetë, nuk kem pengesë. Domethënë i kanë durët e lira, kjo ju takon dy partive opozitare, me gjetë mirë kuptimin, me i bashku numrat, me i marrë dhe numrat e aleancës, me shku me bashkëbisedu edhe me deputet tjerë, me garantu një shumicë, paktën edhe për një periudhë të përkohshme. Se ka buru edhe ideja një qeveri gjithë përfshirëse, edhe aty s'kem qitë pengesa, kemi thonë që pse jo, me qenë sot situata çfarë është, hajde ta çojmë përpara. Por, edhe njëherë po e thëmë, unë ma shumë shë zgjedhje se zgjidhje. Pse opozita, pse s'po mundet, Daud? Pe di unë që e vullnetin tëndë, dhe pe di edhe vullnetin e AK-s, pe di edhe vullnetin e shumë deputetëve të tjerë, po çka po e tut opozitën? Ka herë për ju përmbushën e egot liderve. Okej, pra është po thu ka garë edhe për kryeministër. Absolut, ka herë. Në fushat, është fushatu me diçka tjetër. Jo, me njësa ashtu. Ashtë jo është situatë e re. Ka shumë raste kur deputet mrena për mrena grupit parlamentar nuk pajtohen me një subjekt tjetër me bashkëqeverisë, ose anasjellës. Ka raste që kanë krizat mrenshme. 20 vjetë armitësia, do nëmi mshet me në herë tu? Zbesoj që janë armitësi. Pa armitësi politike kuptim, zë. Ma shumë si pegove e tip kësaj natyre, nuk besoj se tjeni të sinqert që unë e shoh për shkak dhe në opinion publik si e traumatizojnë popullin. Me shumicën e deputetëve në Parlament Kosovës, i kom miqë, shokë, pavarësisht ajo në VV, LDK, PDK, unë nuk i paragjikoj pe i subjektit politik, nuk kanë armiqësi, ma shumë kemi dallime kësha thonë. Armiqësi në thojza. E kuptova, por e kanë, domethënë, një problem real. Partitë politike, parlamentare, në këtë rast nga opozita, nuk e kanë ndoshta situatën 100% kontroll për një qeverisje të opozitës. Fillimisht të fillu për liderve, nuk kanë një dakordim, që ishtë dashtë me e pas, se tash e 3 muj minimalisht ishtë dashtë bile 3 lider të opozitës me e pas një marrëveshje formale për një bashkë qeverisje opozitare në të ardhmen, që nuk ekziston, dhe tash unë menoj që kjo veç për i blokon gjitha rrugë. Unë që e ka qytë pengus të Lumirin, kryetarin e LDK-s? Nuk mendoj që është këtu vetëm Lumiri, domethënë, po mendoj që edhe rrethana. Rrethane kështu thoj që po pengusa. Po tash Lumirit i bjen barra më e rëndë çet rast. Sepse ai ka garu për kryeministër, po ashtu si zoti Hamza, ndërsa zoti Hamza ka dalë me 25 deputet, Lumiri me 20, dhe ndoshta këtu tash është edhe pak problemi edhe tek subjektet politike që i përfaqësojnë. Nga se zoti Hamza e dorë për kryeministit, i bjen që i tradhtoj interesat e aty në 25 deputetëve që ka përfaqësojnë, ose edhe kundër zoti Abdexhiku, për këtë arsye gjithmonë duhet një marrëveshje politike. Cila do të jetë ajo të shohim. Daud, pyes se domethënë me këshyr me diskutimet publike dhe me zgjedhjen, dallimi mes AK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje është shumë i madh. Edhe ai programori është shumë i madh. Po si me thonë në pikat më të nxehta për Kosovën, AK-ja ka qenë gati se mas shumti krah i vendimeve të zotit Kurti, bile u ankup se s'pi kryen me ku. Por AK-ja është partia e vetë, realisht e vetë me cila s'ka pas
e pranon dhe e konsideron si pozitive marrëveshjen e Brukselit-Ohrit. E pranon si pozitive. Çato si është, ka qenë këshilluese për me nënshkru, me pranu Albin Kurti. Gjithashtu AK-ja është e vetmja parti politike, që apo thot, dëgjëm, asociacioni është qaj që na ka ardhur, nuk është i mirë, se kena bo vetë, Kurti ka bo gabime, po unë me ardhë në qeveri e shtypa e qëjnë gjykatë kushtetuese. Një gojle të cilën do ta ketë Albin Kurti nëse bëhet kryeministër. Pronë, qëto pikat matrona. Nuk, ju dy partit jeni më afër se të gjitha partit tjera me njëra tjetrën. Pse AK-ja edhe LDK edhe VVS mund me bo qeveri bashkë? Po me që venën zgjedhje. Kontesti janë gjithmonë ka qenë emni. Kemi të qartë, ne kemi kontestu zotin Kurti. Ne kem bo favore për këtë ekzekutiv që ta shpilojmë prava, edhe me koston e në vota. Po për e thëmë që i keni bo. Edhe gjua që e kemi përdorë opozitare, agresive, në ka penalizu në vota. Po, a? Absolut, që unë kudo që jëmë kohën kanë thonë ka dalë një bradin, unë e pak e... Anyway, pastaj edhe për kraja që i kemi dhonë, zotit Kurti, për marrëveshjen e Ohrit, nuk ka qenë populiste. Jo, s'ka qenë, jo, pajtona. E kemi përkra se mendojmë që një marrëveshje jashëm do të na vjen më e keqe. Edhe pastaj duhet jemi të qartë, do me thonë, bota është ka shkunët shumë, është të vendos një rani ri botnor. Ne jemi të i largu alat, jemi të i humë misht, edhe nuk e dim se çka do të na vjen një ofertë e re. Pastaj e kemi situatën veri, se njerëz po mendojnë që vereu është histori e përfundum. Mos harroni, ne kemi zgjedhë edhe 6 muaj në komuna. Në të 3 komunat, 4 komunat, e pa më zgjedhë funit qysh u votu lista sërbska, në të 3 komunat në veri, ne do të kemi kryetar prapë serb. Ne do të kemi një situatë parafërsisht të ngjajshme që kemi pas. Atër shka do të ndodhë atë, do me thonë qysh do të funksionon. Për këtë arsye edhe jemi konë, edhe me çmimin elektoral, ne i kemi dhonë për krajë. Po ne kemi pas kritika për shembull për... Se tash me vetë jashtë pushtetit Daut nëse e keni mundësinë. Se mos me jap opcion Kosovës nëse e keni mundësinë. Kritikat tona janë konë shumë konkrete. Kritikat tona janë konë për shembull për shputjen e projektit ndërtimit termocentralit të ri për amerikanëve. Që u konë kritikë shumë e ashpër, dhe kemi thonë kushdo që e bën këto, ka i bën në erë Serbisë. Kritika ka qenë ndërpreja projektit gazit amerikan. Edhe kjo ka qenë që edhe sot mendim njëjtë kom asoj. Ka dyshim, pa kontestoj që ki mendim njëjtë. Kritike e ashpër ka qenë pse ja falet manastirit tokat e humbëm antarësimin Këshillit të Evropës. Pse u dasht me lënë momentet funit. Edhe kjo për shkak mendoj që është kalu në heshtje, po ka qenë një goditje shumë e madhe. Kritika ka qenë pse e kishte Kosovën sanksione. Sepse Kosova ka paguar kosto rreth 1 miliard në vjet, pikërisht për këtyre veprimeve që na i kemi kritikuar. Edhe unë po ju siguroj që mas pakti do me thonë ka aleanca në këtë drejtë, më shumë ka Kosova. Këto kanë qenë kritika shumë sakta, edhe vazhdojmë t'i kemi. Sepse sot paguajmë energji 5 fish më shtrejt. Ai thëjke nuk ka na krahazojke me Norvegjin. Po ne jemi të folë për Republikën e Kosovës, jemi të folë për një periudhë që ti qanë 600 milion euro në vetë në Serbi të ble rrymë në rajon. Kjo është me thonë që ne e kemi kritikuar, a kur kemi mujnë 2024 me pas përfundum termocentralin Kosovare. Kritikën pas për autostradat, për infrastrukturën, autostradën e Gjelanit, për stadionët, kritikën pas për projektet kapitale në Kosovë, kritikën pas për veteranët e uqëka, këto ne i kemi bo, edhe nesër, edhe po qëse jënë parlament, edhe po qëse që jënë parlament, këto kritika nuk do t'i hekim. Kritikën pas për pagat e olda, kritikën pas për shpërndarjen e buxhetit, kritikën pas për trajtimin e komunave, jo të barabartë, sepse ku këdo që ka qeverisë opozita, s'kemi asë një projekt kapital. Me thonë, është silë sikur me pas buxhetin personal. Pyetja është, pse AK-ja nuk bëhet me vëvën? Absolut. Nas një rasta? Dëmon, kur Daut Haradinaj do të kishte... Jo, tash absolut në të kaluarën dhe në pikërisht edhe në Blec. Kur këto zgjedhje? E kom thonë që nuk jemi edhe është turp ma me thonë, dikush unë kom thonë para 6 muaj, me thonë vijat kuqe, se e kalumja na ka mësu që se cilin me se cilin ka bashkëpunu e bashkëqeverisë. Ka qeverisë LDK-AK, PDK-AK, PDK-LDK, kem të nëtu me bashkëqeverisë VV-LDK-AK. Do me thonë, ne nuk, biles është mirë këto, mos mja drejtu poplit, mi terrorizu.
konkretet, vrejtës qëtësimit e kemi pas në to që i fola, dhe unë menoj që është shumë e parancishme tash mendimi jam personal se çka do të ndodhë, por në asnjë vërgjan nuk do të jem pengesë e krijimit të institucioneve të Kosovës. Jam militant, jam jotar, mi dhonë zgjidhje. Pra nuk Por e nëse pengon nuk ka asnjë zgjidhje, shkojmë marrëveshje gjellë. Absolut. mes AK-s dhe VV-s. Se pengon. Absolut, asnjë pengesë nuk e qes. Por, në rast se nuk do të ketë zgjidhje të shpejt, veni do të më shku në zgjedhje. Sa shpejt në zgjedhje me shku zgjedhje? Unë nuk mendoj që nuk shoh zgjidhje edhe 2 muaj, 3 muaj të institucioneve të Kosovës. Pikë të verës me shku veni në zgjedhja? Po tani Apo derisa jo të shtator? janis procedura, derisa të shpallën zgjedhje, ashtu të kemi mbrojnë shtator. Po dhe me thonë që me shku njëtën kohë me zgjedhje lokale? Cili Apo do është format, shumë e komplikume ajo? ajo është shumë e komplikuar, sidomos në Kosovë është pa që nuk na ka funksionu, edhe të pas parasysh vetëm kur i kem pas proceset e votimit për kryetar, për kandidate për këshilla, e kemi pa që kemi hek shumë keq edhe janë dalë me mija vota të pavlefshme, për shumë arsye, se situatën e dim çfarë kemi, nivelin e shoqërisë, po unë prap jam jotar që me bë zgjidhje. Po nëse jo zgjidhje, zgjedhjet janë mirësane. Daut, falënderit shumë. Ishte knaqësi. Knaqësi është. Faleminderit shumë. Respekt.